SPAK Vegël Ramës, Partia Demokratike reagon pas nisjes së hetimeve për kontratën e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike reagoi pasi SPAK njoftoi se ka nisur verifikimet për kontratën e lobimit të kësaj force politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vlerë prej $6 milion. Sipas Partisë Demokratike, kontrata e Partisë Demokratike me avokatin e presidentit Trump nuk ka trembur vetëm Ramën, por edhe veglat e tij. Deklarata e Partisë Demokratike pasi e përdori SPAK për vite me radhë si kapak për pusetën e skandalit të tij me McGonigal, sot Rama ka zgjuar sërish nga gjumi ata që kanë mbyllur syt teksa kartelet e drogës në Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Shkodër janë përfshirë më fort se kur për të deformuar vullnetin e zgjedhësve, njësoj si që mbyllën veshët para audio të dosjeve 339 dhe 184, një lloj si kur mbyllën syt para 150 milion eurove të vjedhura të inceneratorëve nga të cilat SPAK jo vetëm nuk ka rekuperuar asnjë qindark, por hesht si fija e barit se ku kanë përfunduar 150 milion euro për një vepër që nuk ekziston. Me sa duket, kontrata e Partisë Demokratike me avokatin e presidentit Trump nuk ka trembur vetëm Ramën, por edhe veglat e tij. Në fakt jo pa të drejtë, pasi sot denoncimet e saj për McGonigal, përzierjen e karteleve të drogës të mbështetur nga Edi Rama dhe narkopolicia në procesin gjyqësor përfshin bashkëpunimin e heshtur të organeve të drejtësisë, kanë veshin e administratës dhe të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike është transparente për kontratën me avokatin e presidentit Trump, e cila është nënshkruar në përputhje të plot me ligjet e të dyja vendeve dhe depozituar në fara sipas çdo rregulli. Partia Demokratike e gjen edhe një rastin të falenderoj patriotët e komunitetit shqiptar-amerikan për bujarinë dhe ndihmën e pakurthyer për çmontimin e regjimit Edi Ramës. Sot Partia Demokratike fal diasporës është me forcë se kurrë. Ditët e Ramës janë të numëruara, fitoria është afër dhe i bëjmë thirrje të gjithë demokratëve brenda dhe jashtë Shqipërisë të angazhohen fuqishëm në të dyja javët e mbetura të kësaj fushate për të realizuar qëllimin ton final që është Shqipëria madhështore.